Koalicionet shqiptare në Maqedoni të Veriut dolën të parat në 14 komuna në zgjedhjet lokale të së dielës. Në gjithsej 9 sosh fitoi koalicioni Vleni, preferuari i kryeministrit në dorëheqje të Kosovës Albin Kurti. Edhe këto zgjedhje lideri i lëvizjes Vetëvendosja përkrau hapur Vlenin që po ashtu është pjesë e qeverisjes qendrore në Maqedoni të Veriut. Koalicioni Vlen këto zgjedhje përballë pati Aleancën Kombëtare për Integrim, koalicion ky që udhëhiqet nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Kryetari i BDI Sali Ahmeti akuzoi Kurtin se po ndërhyn në zgjedhjet në RMV. Analisti nga Maqedonia e Veriut Seladin Gjazairi beson se mbështetja e Kurtit për njërin koalicion kishte efekt në rezultatin e zgjedhjeve. Gjithsesi se ka ndikuar, nuk e teproj nëse them se mund të ketë qenë edhe vendimtare, jo nga lëvizja Vetëvendosje, por ka ardhur nga numri 1 i saj, saktësisht nga numri 1 i qeverisë suaj, kryeministri Albin Kurti, dhe duke marrë parasysh këtë, si dhe kontaktet. Gjazairi thot se kështu kontribuohet në ndasit mes shqiptarëve në Maqedoni të Veriut. Në gjykimin tim rezulton të jetë negativ për shkak se ka thelluar atë që emërtohet si ndasi, për të mos thënë përçarje ndërshqiptare. Sidoqoftë, ai nuk pret që kjo të ndikojë në marrëdhëniet Kosovë-RMV që i vlerëson të mira. Ndërkaq këto dy koalicione do të garojnë edhe në balotazh. Rundi i dytë do të mbahet më 2 nëntor.